Sot është një kënaqësi e veçantë dhe një nder i madh që në kuadër të javës së infermierisë jemi mbledhur për të vlerësuar dhe për të shprehur mirënjohjen tonë për ata të cilët janë shtylla e kujdesit shëndetësor, infermierët tonë të përkushtuar. Sot, Oda e ka privilegjin që të ndajë mirënjohje për profesionistë të shuar, të cilët janë zgjedhur nga vetë institucionet e tyre si dëshmi për angazhimin, për kushtimin dhe profesionalizmin që kanë treguar në shërbimin e pacientëve dhe të komunitetit. Kjo është një ditë falënderimi për punën tuaj të palodhur, për sakrificat dhe humanizmin që e mishroni çdo ditë në profesionin tuaj fisnik. Më lejoni t'ju uroj ditën e mamive dhe javën e infermierisë të gjithë të pranishve dhe të gjithë infermierëve dhe punëtorëve shëndetësor kudo që janë. Sot po shënojmë ditën ndërkombëtare të mamisë dhe njëkohësisht po hapim edhe javën e infermierisë. Dy momente të rëndësishme që na japin mundësinë të vlerësojmë kontributin e jashtëzakonshëm të profesionistëve që janë në vijën e parë të kujdesit shëndetësor. Në këtë ditë të veçantë, vëmendja jonë i kushtohet mamive, që janë pranë jetës që në fillimin e saj. Ato janë aty në momentet më të ndjeshme, më sfiduese, por edhe më të bukura për çdo familje. Me përkushtim, profesionalizëm dhe empati, mamit janë mbështetja e parë për nënat dhe foshnjët, duke dhënë siguri në një nga proceset më të rëndësishme të jetës. Roli juaj nuk është vetëm profesional, është thellësisht njerëzor. Ju bartni përgjegjësi të mëdha, shpesh në kushte jo të lehta, por gjithmonë me integritet të lartë dhe ndjenjë përgjegjësie ndaj jetës edhe shëndetit. Si odë infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor, ne mbetemi të përkushtuar që të jemi zëri juaj, për të mbrojtur dinjitetin tuaj profesional dhe të angazhohemi për kushte më të mira pune, zhvillim të vazhdueshëm profesional dhe vlerësim të merituar për punën që ju e bëni çdo ditë. Në këtë drejtim, dua të theksoj edhe dy hapa konkret që kemi ndërmarrë së fundmi në mbështetje të gjithë anëtarëve tanë. Së pari, Oda tashmë ka nisur ofrimin e shërbimeve të avokatit për anëtarët e saj. Kjo mbështetje përfshin këshillim juridik profesional, asistencë në rast të kontesteve në vendin e punës, mbrojtje në procedura disciplinore apo administrative, si dhe orientim ligjor në çdo situatë ku cenohet e drejta profesionale e infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor. Qëllimi ynë është i qartë që asnjë anëtar të mos ndjehet i pambrojtur përballë sfidave ligjore në ushtrimin e profesionit të tij. Së dyti, kemi nënshkruar dje një marrëveshje për sigurime jetësore për të gjithë anëtarët tonë. Kjo marrëveshje sjell përfitime konkrete duke ofruar mbrojtje financiare për familjet e anëtarëve në rast fatkeqësisë dhe siguri shtesë për vetë profesionistët. Zbatimi i saj do të bëhet përmes procedurave të thjeshta të aplikimit, ku çdo anëtar i Odës do të ketë mundësi të përfitojë në mënyrë të drejtë për drejtë nga kjo skemë. Sot është një moment vlerësimi konkret. Do të ndajmë mirënjohje për mami dhe infermierë të përkushtuar
të cilët janë përzgjedhur nga vetë institucionet ku ju shërbeni. Kjo është një dëshmi e respektit edhe mirënjohjes për punën e juaj të palodhshme dhe ndikimin që kanë në jetën e pacientëve. Java e infermierisë që po e nisim sot do t'jetë një mundësi shtesë për të theksuar rolin e pazaventësueshëm të infermierëve në sistemin shëndetësor dhe për të ngritur më tej ndërgjegjësimin për sfidat dhe nevojat e këtij profesioni. Sot nuk është vetëm një ditë falënderimi, por edhe një thirrje për reflektim për veprim, për të investuar më shumë në profesionin tuaj, për të dëgjuar sfidat tuaja dhe për të ndërtuar së bashku një sistem shëndetësor më të fortë dhe më të drejtë. Në emër të odës së infermierëve, ju falenderoj për çdo sakrifisë dhe për çdo jetë që keni ndihmuar të vinë në këtë botë dhe që shërbeni çdo ditë në sistemin shëndetësor. Gëzuar 5 majin, ditën ndërkombëtare të mamisë, gëzuar fillimin e javës së infermierisë. Faleminderit. Ftoj zonjën Valbona Qishukaj Mulliqi nga ÇKMF Deçan. Ftoj zonjën Ilmije nga ÇKMF. Po, vazhdoni. Zonja Ilmije Urime. Ftoj zonjën Kumrije Fetahaj nga ÇKMF Gjakov. Ftoj zonjën Albana Ramadani nga ÇKMF Drejt. Ftoj zonjën Albina Bunjaku nga ÇKMF Gjilan. Ftoj zotri Shaban Bajraktari nga ÇKMF Istak. Ftoj zonjën Shenaj Shehu nga ÇKMF Kaçanik. Ftoj zonjën Emine Hykolli Sefa nga ÇKMF Fushkosov. Ftoj zonjën Irvete Fejza Hasani nga ÇKMF Mitrovic.
Ftoj zonjën Fahrije Troshupa nga ÇKMF Lipjan. Ftoj zotëri Lulzim Mustafa nga ÇKMF Novobërg. Ftoj zonjën Sefdije Berisha nga Klinika e Neonatologjisë. Zotëri Fatmir Mirena nga ÇKMF Obiliq. Zotëri Ali Hoti nga ÇKMF Rahovec. Zotëri Selim Buzuku nga Qendra e Mjekësisë Urgjente në Prishtinë. Zonja Sadete Koqina nga ÇKMF Prizren. Zotëri Nahit Butuq nga ÇKMF Mamush. Zonja Raz Culaj nga ÇKMF QMSH Gjakop. Zotëri Lumni Berisha nga ÇKMF Hani I Elezit.